Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Unande Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesën e sotëm në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Deri në orën 9 do të jemi me programin e mëngjesit si çdo ditë, sot jemi ditë e mërkurë, data shënon 19 mars për vitin 2025. Do të kemi mundësi patjetër që në hapësirën e programit së parit shohim edhe të njihemi me titull kryesor të gazetave për sot, për çfarë shkruhet në gjitha të përditshmet që na kanë mbritur në redaksi. Do të kemi mundësi që të shohim edhe lëvizjen e qarkullimit në automjeteve dhe pas komunikimit së bashku patjetër për temën e ditës e jo vetëm. Nisi pasqyrën e shtypit me gazetën Panorama, duke ndalur tek zhvillimi kryesor që e kemi në ekran. Çështja kryesore në fakt edhe në të përditshmet që na mbrin në redaksi kanë bëjnë me zgjedhjet e 11 majit, dje edhe është zyrtarizuar fleta e votimit për çdo qark, që besoj edhe të kemi mundësi ta shohim pra, edhe të bëjmë një shpjegim të thjeshtë se si do të votohet. Por kemi së pari kryer artikullin në gazetën Panorama, thirrja e Brukselit PE pra Parlamenti Evropian, mos cënoni pavarësinë e SPAK, bëni zgjedhje të lira. Progres raporti, Brukseli apelon Tiranës zyrtare për zgjedhje të lira dhe mos cënim të punës së SPAK. Komisioni i jashtëm i Parlamentit Evropian vlerësoi dje progresin e bërë nga Shqipëria, por në raportin e prezantuar nga eurodeputeti Andreas Schieder, vihen në dukje detyrat për qeverinë. Një fokus të veçantë, vijimi i reformës në drejtësi dhe punë e SPAK-ut. Sipas Brukselit, është e rëndësishme që SPAK-u të vijojë goditjen e korrupsionit në nivele të larta. Për Parlamentin Evropian, një rëndësi të veçantë kanë edhe zgjedhjet e 11 majit me thirrjen që ato të jenë të lira. Më tepër, lexoni në faqen 4 për sa i përket edhe progres raportit. Kalojmë tek zgjedhjet. Rama 11 maj përcakton fatin e vendit në Bashkimin Evropian, reagon Berisha, do shembim diktaturën e dytë. Fushata elektorale, Berisha prezanton kandidatët në Shkodër, Rama ka qenë në qytetin e Beratit. Vjojmë me zgjedhjet me një tjetër element të rëndësishëm. Flet gjigande për votimet, si do të garantohet fshehtësia. Në Tiranë, në Tiranë janë 539 emrat në garë dhe 11 subjekte elektorale. Pra në total, e përmendëm edhe dje, janë 11 parti politike apo edhe koalicione që janë gjitha në fletën e votimit. Zgjedhjet parlamentare, ambasadori Lamberto Zanier në krye të misionit të vëzhguesve të OSBE-Odirit, cili është diplomati evropian. Në foto është një nga fletët e votimit, mund të jetë edhe jo për kryeqytetin fakt, sepse ka edhe numrin më të madh të kandidatëve. Dyshimet, SPAK-u heton policët e burgjeve që transferuan Veliajn nga Durrësi në GKK. Të përndjekurit trashëgimtarët që kanë gati këstin e parë dhe përfituesit, Vilson Bloshmi, Saharaja dhe poeti martir që u ekzekutua nga diktatura. Kalojmë në rubrikën Histori Dosier nga profesor Elmas Leci, keni mundësi të lexoni. Pensionet në konferencën e Tiranës, liria e mendimit, privilegjet e bllokut dhe amnistia të burgosurve, kërkesat që tronditën e Enverin në vitin 1956. Më të plotë lexoni në faqen 17 këtë material, pra kush ka interes patjetër, dhe opinionet e ditës janë dy në faqen e parë, i shohim në këto momente. Nga Jens Polli, ish deputet ish ministër, mund të lexoni, a i mbështet vërtet Bashkimi Evropian në vlerat themelore të tij në Ballkan? Pra, a i mbështet vërtet Bashkimi Evropian vlerat themelore të tij në Ballkan? Dhe Enver Obelli shkruan votat dhe pjesëllëku. Këto janë opinionet e ditës me cilat përfunduam gazetën Panorama në numrin i kësaj të mërkure. Ecim më tej, zhvendosemi me gazetën e radhës. Gazeta e radhës është gazeta Tema. Sali Berisha, krye Partisë Demokratike, ish kryeministrish në fotën kryesore, në një moment pra duke dalë nga SPAK, por shohim edhe shkrimin që shoqëron. Alati çon Sali Berisha në SPAK, nuk na pyeti për listat e kandidatëve. Pra Alati çon Sali Berisha në SPAK, s'na pyeti për listat e kandidatëve. Në faqen 5 mund të lexoni, por është një qëndrim edhe një reagim, në mos gaboj zoti Selami Jenisheri, Alati Partisë Demokratike, pra i cili ka bërë këtë deklarat, ka qenë edhe në Report Televizion gjatë pasdites së djeshme. Darsula, nëse Berisha e mban peng, PD ikën me të në arkivol.
Shkodra, vitrina politike reale e aleancës madhështore. Rubrika Histori dosier në faqet 10-11, dëshmia ish drejtorit të objekteve sekrete në Tiranë, jashtje ndërtuar në blokun numër 2 të udhëheqjes nën tokë. Momenti kur Safet Bajri largohet pas vrasjes së Fatbar Licit, shoqërohet edhe me follow absolutisht që në gazetë dhe nga ekrani është shumë vështirë për ta kuptuar. Antena brenda familjes, Gimi Puros i shpjegon Mullit deklaratën e Trump Jr., pra djalit të presidentit Trump. Dumani, jas ju bëre i penduar asnjë presion për marrëveshjen me SPAK. Në foto është Nureddin Dumani, i penduar i drejtësisë. Nga Mirobaze mund të lexoni si përfundoi sovranizmi, revolucion dhe konservatorizmi i Berishës në faranoizëm. Do të kemë si besoj që opinionet e ditës të shojmë pak më gjerësisht në pjesën tjetër të programit. Nga Frok Çupi mund të lexoni, ti kishin dhënë një dorë për keq, do t'ishte mirë. Dhe opinioni i fundit nga Lorenz Vangjeli, dilema e Ramës, redaktor i Veliajt apo kryeredaktor i listës. Një opinion pra nga Lorenz Vangjeli që vjen edhe pas disa deklaratave të bëra nga Berisha pasi doli në SPAK ditën e hënë pra pardje. Dhe me opinionet e ditës patjetër lëm pas edhe gazetën Tema në numrin e kësaj të mërkure edhe me këtë të përditshmishëm dhe do të zhvendosemi në gazetën Dita. Çojmë zhvillimin kryesor, unë kam parë edhe paraprakisht patjetër ka të bëjë me pensionet. Me pensionistët edhe është një qëndrim nga zoti Sherif Bundo. Kemi këto mende në ekran, do të shohim pak me detaje, pra rikthehet çështja e pensionistëve dhe është qëndrimi i zotit Sherif Bundo. Pensionistët meritojnë trajtim më dinjitoz. Pra kjo është ajo që shkruan zoti Sherif Bundo, pensionistët meritojnë trajtim më dinjitoz. Dy gjëra që nuk shpjegohen, një model i trajtimit të pensionistëve, pse nuk duhet të ketë dalje të sforcuar në pension, bonuset si në përkëmbje e dinjitetit njerëzor. A ka mundësi për trajtim më të mirë financiar të pensionistëve, pse nuk ka kontroll shëndetësor për pensionistët, sa duhet jetë pensioni minimal, dhe gjithçka lexoni në faqet 2 dhe 3, pra është qëndrimi i zotit Sherif Bundo, pedagog, ekspert ekonomie, po ashtu ne themi një nga më të vjetrit në vend. Analizë nga Mirobaze, si përfundoi sovranizmi, revolucioni dhe konservatorizmi i Berishës në faranoizëm. Listat e mbyllura nuk kanë brenda as revolucionar, as konservator dhe as sovranist, por plot 40 fytyra që kanë ikur nga pushteti më 2013 dhe duhen të rikthehen më 2025 si besnik të tij. Arkivat, kujtimet e Aubrey Herbert e Sat Pasha bënte alat çdo armik për interesin e tij. Shënimet e personit që refuzoi 2 herë të bëhej mbreti zyrtar i Shqipërisë. Dilema e Edi Ramës, redaktor i Veliajt apo kryeredaktor i listës nga Lorenz Vangjeli. Përgjimet e supozuara në qelit të Erion Veliajt, në të cilat ai përmend pikërisht këtë term, kush është njeriu pa emër i quajtur redaktori. Analiza e ditës nga Fatos Tarifa, rreziku i të rinjve dhe ai pelesh që do kemi prap peshqesh, që t'i heq kujtdo çdo dyshim, them që në fillim se këtë radhë nuk i shkruaj nga që tashmë jam i vjetër dhe nuk kam besim tek të rinjt. Mund të lexoni në faqen 6 këtë qëndrim ose analizën e ditës në gazetën Dita që vjen pra nga zoti Fatos Tarifa. Në brendësi koment gjeopolitik, lufta e ftohtë dhe një telefonat e Trump. Ekonomi, jashtë çmimet po rritin edhe kredit e buta. Hedimi çfarë po ndodh me dosin e aferës Partizani dhe me Sali Berishën plus familjarët, taktik për zvarritje pafund nga ana e ish kryeministrit dhe nga dhëndri i tij në lokal. Në brendësi 2 milion euro për një vrasje, bisedat në Sky ECC. Pra, është me pikë pyetje, por diskutimet janë bërë në Sky ECC që mundin paguar deri në 2 milion euro për një vrasje. Rubrika e shëndetit,
vitaminat e ndihmojnë apo e dëmtojnë organizmin, e lexoni më tepër në faqet 20-21. Përfunduam edhe gazetën Dita. Kjo është një gjitha zhvillimit në këtë të përditshme, ka disa javë në faqe dhe në gazetën Dita, në faqen e parë pasqyrojnë më shumë materiale, se zakonisht ne i bëm të gjitha me dije. Zhvendosim në gazetën Telegraf në këto momente. Në pas do të jemi në Panorama Sport. Në Panorama Sport fokusi është tek ekipi kombëtar, por derisa të mbrim atje shohim gazetën Telegraf me kryeartikullin Ilirian Celibashi jep Lulzim Bashës 650 milion lek për nevoja ekstreme. Për Celibashin, që është kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjet janë një rast i jashtëzakonshëm për të bërë tendera sekret dhe për t'ia dhënë parat miqve të tij. Një fond rreth 650 milion lekë është dhënë Lulzim Bashës. Objekti i kontratës së bërë me nxitim është krijimi i moduleve të reja, moduli artave të qendrave të votimit, moduli e administrata dhe faciliteta, po pra dhe lehtësi të tjera. Të bën përshtypje fakti se Komisioni i Celibashit në KQZ ka aktivizuar nenin e nevojës ekstreme të parashikuar në ligjin mbi prokurimet për një punë që nuk është urgjente. Edhe njerë në faqen e parë ndoshta nuk kuptoj gjërësisht, lexojnë në faqen 5, një tender, po pse pikërisht Lulzim Bashës, pra ose pse Lulzim Basha në ç'më mënyrë ka marrë këtë tender. Ilirian Celibashi jep Lulzim Bashës për 650 milion lekë për nevoja ekstreme. Më tepër lexoni në brendësi. Drejtësia e dështuar, kryetaria e KLG-s Llagami tregon si kapen organet e drejtësisë nga të afërmit dhe takimet në vend pa njerëz. Limoz Dizdari ishte themeluesi i Partisë Socialiste, ja si e mbrojtëm ne socialistë teatrin popullor në vitet 2000 nga planet e prishjes dhe grabitjes. Pasuritë kombëtare, si u shkatruan falinteresave të pushtetarëve në Fier, uzinat moderne të plerave kimike dhe përpunimit të naftës. Kalojmë në rubrikën politika e ditës. Kreu i shtetit Bajram Begaj përshëndet deklaratën e përbashkët për ushtrinë midis Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës. Kryeministri Edi Rama me Ervin Demon inspekton investimin në Goricë dhe në rrugën Berat-Ballaban. Kanë theksuar do të zhvillojë turizmin, do të vijojë me opozita shqiptare. Dy zhvillime nga opozita që përmblidhen le të themi në rubrikën opozita shqiptare. Berisha paralajmëron nga Shkodra do e ngrejë në këmbë Shqipërinë, do vendosim taksat më të ulta në Europë. Ledina Alolli, të gjithë bashkë në Korçë dorëzojmë narkoshtetin. Presidenti Trump largon ambasadorët e Soros që goditën opozitën shqiptare. Pas Donald Lu, ikën edhe Yuri Kim, si dhe i besuari Isai Kasanov, që vizitoi Tiranën në dhjetor 2024 në ceremoninë e 5 vjetorit krimit të Spakut. Urdhri për shkarkimin e saj u siglua nga sekretari Rubio të premten e 14 marsit të vitit 2025, ndërsa zonjës Kim ju dha e drejta që të hënën të mblidhte plaçkat në zyrë dhe të dorëzonte kredencialet. Burimet e kualifikuara thanë se zonjës Kim ju ofrua një marrëveshje e tipit shkarkim e negocim, të cilin ajo pranoi në këmbim të pushimit të hetimeve administrative, ku mendohet implikimi në çështjen me Gonigal, pagesat nga oligarku rus Oleg Deripaska, teci lundruesi Vlorës e të tjerë. Mund lexoni më tepër edhe në faqen 8 po ashtu. Mihogjini, mjeshtër i madh. Drama Artur Rowi me regji të Piromanit dhe roli kryesor i Kadri Roshit tregoi pikën kulmore të teatrit shqiptar. Komedia Prefekti dhe radha për bileta deri në 3 të natës. Botrori vitit 2026, kuqezinte nisin nga Anglia, asnjë fitore në 6 ndeshje, flet për Telegraf Altin Rakli, shënuesi goli të vetëm shqiptar ndaj 3 luanëve 24 vite më parë. Rubrika Mozaik dhe aktualitet, mjekësi, studim i ri, vezët si ilaç kundër hipertensionit, kura për prostatën, veshkat dhe trombozën. Benet Beci prezanton projekte 3D
fëmijët në Shkodër pa parqe lojrash, Ismail Xhaferi, Balat për Qerqies Topullin, Der Lirie, mund të lexoni në brendësi dhe rubrikën Mozaik Aktualitet, faqet 7, 13 dhe 15. Kalojmë në këto momente në opinionet e ditës për të përfunduar edhe gazetën Telegraf. Nga Ben Blushi mund të lexoni, ky parlament duhet i dorëzohet drejtësisë. Pra edhe një herë Ben Blushi shkruan, ky parlament duhet i dorëzohet drejtësisë. Nga Gëzim Llojdia mund të lexoni, shkolla e natës. E lëm pas edhe gazetën Telegraf edhe do të kalojmë në Panorama Sport, do të gjendë të marrim së fundmi zhvillimet sportive. E theksoj, jo nesër, pas nesër, pra pas 2 ditësh, luhet ndeshja Angli-Shqipëri, që është ndeshja e parë e fushatës kualifikuese të kampionatit botëror me shumë interes. Dhe vëmendje edhe në Panorama Sport edhe në zhvillimet sportive gjatë këtyre ditëve, patjetër është tek ekipi kombëtar. Sulmi ynë në Angli, Manaj apo Uzuni? Kjo është pikpyetja. Silvinjo ka testuar dyshe në stërvitje, por njëri do të jetë titullar, pra Rej Manaj apo Myrto Uzuni. Bajrami, me brojën jemi të plot, luaj ku dëshiron trajneri. Triplet dhe botror, Kristian Aslani deklaron, duhet të fitojë të gjithë trofet. Nga 8 të mbijetuar, kjo kombëtare është më cilësore se ajo e 2021-shit, sepse kemi luajtur në fakt në 2021 në Wembley në Londër, për kualifikues dhe botrori të vitit 2022 dhe Anglia na ka mundur, për Anglia ka mundur Shqipërinë 5-0. 3 rreshtime të ndryshme, Jasi Tueli do të bllokojë Kuqezinjt. Mbrojtja në alarm, Ismaili rrezikon 3 luanët, Kumbulla pushim. Shohim të zhvillime duke vijuar me futbollin në vend, pra më së shumti me zhvillimet që vinë nga kategoria superiore. Kryeqytetaset, Partizani Laborator tek Tirana nisin llogarit për pikë. Ish lojtari Bërsheni, vllaznisi mungon stabiliteti, pra qëndrueshmëria, Egnatia test titulli. Kategoria parë, Apolonia largon Pajazitin, Idrizi ngre Stekën. Padel, turneu ballkanik, Shqipëria pret eventin historik. Në gazetën Panorama Sport janë edhe ndeshjet e ditës sotme, parashikime, mundësi pra një X2 për baste, por nuk janë rikthyer zyrtarisht në fakt as ato online. Zhvillimet nga futbolli evropian, Milan, drejtori mbetet në ajër, i jap se duhet iglitare. Zikaltrit, Inzaghi më mirë se Mou, pra më mirë se Mourinho, Interi do që ta blindoj. Itali-Gjermani, Nagelsmann do të kthej Neuerin, Barella e sfidon. Spanjë, Leva, pra Lewandowski, sulmuesi i Barcelonës akuza për arbitrat, Reali me plan special. Ishte gjithçka edhe në Panorama Sport, e ky ishte po ashtu gjithë pasqyrë shtypit për ditën e sotme, numri kësaj të mërkure për datën 19 mars të vitit 2025. Kalojmë në pak reklama, shumë shkurtimisht një hapësirë publiciteti, me disa këshilla biznesi, por shumë të rëndësishme patjetër, edhe rikthehemi për të vijuar me shtypin e ditës dhe jo.